Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Pas 30 ditësh agjërim të muajit të Ramazanit, besimtarët muslimanë në Gjirokastër kremtuan festën e Fitr Bajramit. Falja e namazit u bë në ambientet e pallatit të sportit, ku ritualit fetar u bashkuan dhjetra besimtarë. Teksa foli për rëndësinë e Fitr Bajramit, muftiu Aurel Senja tha se kjo është një ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. Mbahet mesha e parë e kryepeshkopit të fronizuar Joan në Tiranë. Qindra besimtar morën pjesë në këtë ceremoni në katedralen Ringjallja e Krishtit në kryeqytet. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i kishës. Kjo ceremoni vjen një ditë pasi u zhvillua po në këtë kishë edhe ceremonia e fronizimit të kryepeshkopit të ri Joanit. Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, ftoi demokratët që për një moment në histori të braktisin kënetën dhe fanellën partijake dhe të vishen të gjithë kuqezi në 11 maj, duke votuar PS-n. Në një takim me shqiptarët në Kretë, Greqi, në kuadër të turit të takimeve me diasporën, Rama kërkoi votën në 11 maj për të përmbyllur gjithë procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Pranvera ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve në Libohov. Vizitorët fillimisht eksplorojnë qytetin dhe më pas zgjedhin të qëndrojnë në zonat rurale. Fluksi i turistëve ka rritur pritshmëritë për këtë sezon, duke kthyer Libohovën në një destinacion gjithnjë më të preferuar. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i vizitorëve është rritur me 5%. Ju njohim tani më gjërësisht. Pas 30 ditësh agjërim të muajit të Ramazanit, besimtarët muslimanë në Gjirokastër kremtuan festën e Fitr Bajramit. Falja e namazit u bë në ambientet e pallatit të sportit, ku ritualit fetar ju bashkuan dhjetra besimtarë. Teksa foli për rëndësinë e Fitr Bajramit, muftiu Aurel Senja tha se kjo është një ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. Pas një muaj agjërimi dhe sakrifice, besimtarët muslimanë në Gjirokastër kanë falur namazin në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ndërkohë, krerët e muftinisë kanë përcjell urimet e tyre për më shumë paqe e begati në familje. Muftiu Aurel Senja ka uruar në këtë ditë të veçantë të gjithë besimtarët kudo ku ndodhen të kenë harmoni dhe gëzim me njëri tjetrin. Në këtë ditë të madhe të Fitr Bajramit kam kënaqësinë dhe lumturinë që të uroj të gjithë besimtarët musliman në qytetin e Gjirokastrës, por edhe me gjerë gëzuar Fitr Bajramin. Lut Zotin e gjithësisë që t'ua ketë pranuar adhurimet, agjërimin dhe përkushtimin tuaj gjatë muajit të begat. Kjo është një ditë feste, një ditë gëzimi brenda familjeve tona, brenda komuniteteve tona, duke ndarë këtë gëzim me familjen tonë, me prindërit tanë, me të afërmit tanë dhe me të gjithë shoqërinë. Bajrami nuk është vetëm për ne si besimtar musliman, por është një ditë kur ne ndajmë solidaritetin me njerëzit që janë në nevojë, duke u përpjekur që gëzimi, lumturia të futet të deportojë në çdo pore të shoqërisë. Ky gëzim vjen pas një muaji të gjatë përkushtimi, ku besimtarët janë përpiqur që të kultivojnë vlerat më të larta të moralit, duke disiplinuar veten e tyre, duke u larguar nga veset me qëllimin që kjo mirësi, këto vlera na ndjekit, na pasojnë edhe jashtë muajit të begat të Ramazanit. Lut Zotin e gjithësisë që kjo të jetë një ditë gëzimi, një ditë hareje, një ditë mirëkuptimi, një ditë bashkimi, një ditë vllazërie dhe këto festa na i rikthej vit pas viti, gëzuar për shumë vjet Fitr Bajramin. Të shumt kanë qenë besimtarët që kanë dhënë mesazhe urimi për festën e Fitr Bajramit. Sot është një ditë e bekuar, një ditë e falënderimit dhe gëzimit ndaj Zotit të gjithësisë për të gjitha mëshirat dhe begatit që ai na ka dhënë. Pas një muaj agjërimi, lutjesh e sakrifice, ne kemi arritur në Fitr Bajram, një festë që na ndihmon të kuptojmë më mirë rëndësinë e dashurisë, mirësisë dhe solidaritetit. Le ta shfrytëzojmë këtë ditë për të përhapur paqe dhe harmoni, për të lidhur më shumë marrëdhënie me njëri tjetrin dhe për ndihmuar ata që janë në nevojë. Zoti na dhënë shëndet, begati dhe lumturi në familjet tona, gëzuar Fitr Bajram. Zot mbarësi, shëndet, gjithë të mia t'ju bekoj të gjithëve Zoti, i madhërisëm, i lartësuar. Hare, begati, dashuri, lumturi në gjitha familjet.
Festimi i Fider Bajramit në Sarand shpalosi një herësh rritje në vit pas viti të masës së besimtarëve mysliman në qytet. Kuradhat e faljes shkuan te oborit të xhamisë kryesore të qytetit, asaj që daton në vitet 30. Pasi muaj agjërim, finalizimi i një adhurim 4 javor, si rëpërtëritje e besimit dhe lidhjes me Zotin ishte me Fider Bajramin. Në këtë ditë njeriu që drejton jetën islame të Sarandës, Muftiu Bledar Mullaj, përcolli mesazhin e domosdoshmërisë që njeriu të përqafojë vlerat e besimit, të jetoj me besim e ta përfundoj jetën denjësisht si i tillë, si kusht për sukses në provimin para Zotit. Familja e rinia ishin kryefjalë e mesazheve të tij, ruajtja e së parës dhe morali i të dytës, së bashku me ambicjet e larta e mundin e madh për të qenë të realizuar në jetë në mënyrën më fisnike të mundshme. Kjo ditë e Fider Bajramit, veçurimeve e përqafimeve vëllazërore mes besimtarve, ka patur si moment e akt ngazullues edhe shkëmbimin e dhuratave. Në një prej supermarketeve më të mëdha të qytetit është pohuar se ky vit ka qenë me kërkesa të jashtëzakonshme për blerje dhurata në prag të Fider Bajramit të destinuara për këtë ditë. Mbahet mesha e parë e kryepeshkopit të frënëzuar Joan në Tiranë. Qindra besimtar morën pjesë në këtë ceremoni në katedralen Ringjallja e Krishtit në kryeqytet. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i kishës. Kjo ceremoni vjen një ditë pasi u zhvillua po në këtë kishë edhe ceremonia e frënëzimit të kryepeshkopit të ri Joanit. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Imzot Joan Pelushi ka mbajtur liturgjinë e parë pas saktimit në krye të kishës ortodokse autoqepale. Shërbesa u mbajt në Tiranë në katedralen Ngjallja e Krishtit, ku qindra besimtar morën pjesë në këtë ceremoni. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i kishës. Kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij gjithnjë. Kjo ceremoni vjen një ditë pasi u zhvillua po në këtë kishë edhe ceremonia e pronëzimit të kryepeshkopit të ri Joanit, ku klerikë nga e gjithë bota dhe krerët më të lartë të shtetit ndoqën ceremoninë. Fort lumturia e tij u shpreh se diktatura shkatroi muret e jashtme të kishave, por nuk mundi të shkatroi zemrat e besimit dhe bëri thirrje që vendi të duhet dhe të mos braktiset. Do të forcoj unitetin e kishës, mos braktisni vendin. Ishte mesazhi i kryepeshkopit Joan pas pronëzimit. Imzot Joani rikujtoi dhe kryepeshkopin e ndjer Anastasia Nullatos, teksa u shpreh se predikimi i tij ka qenë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore. Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, ftoi demokratët që për një moment në histori të braktisin kënetën dhe fanellën partijake dhe të vishen të gjithë kuqezi në 11 maj duke votuar Partinë Socialiste. Në një takim me shqiptarët në Kret, Greqi, në kuadër të turit të takimeve me diasporën, Rama kërkoi votën e 11 maj për të përmbyllur të gjithë procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Nga Kreta ku zhvilloi takim me diasporën shqiptare në shtetin Elen, Edi Rama foli për partitë e reja që kërkojnë votën e emigrantëve. Kryeministri nuk la pa ironizuar disa subjekte politike të cilat sipas tij e kanë mbushur listën e kandidatëve për deputet me familjarët e tyre. Ata rinia në listat e kandidatëve kanë babajin, maman, xhaxhan, dajën, krushkun, sepse nuk i kanë dot asnjëherë sa t'i vënë në për lista dhe sepse kjo është mënyra se si e shohin ata besnikrin ndaj partisë. Gjithashtu Rama ju përgjigj kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për etiketimin që i bën kohët e fundit si bufi i kënetës. Bufi i kënetës që thot që unë jam i mençur dhe unë jam i bukur si Athinaja. E dëgjuat apo jo? Duke referuar bufit vogël që ishte simboli i grekëve të lashtë dhe pastaj e morën dhe romakët. Por bufi i vogël nuk ishte lidhje me kënetën. Ndërkohë që bufi ynë atje në Tiranë është bufi i dal nga shpreha e popullit. Qa do aty o buf kënete? Duke njoftuar hapjen e konsullatës shqiptare në Kret, Rama deklaroi se nuk do të jetë më nevojshme për të shkuar në Athinë për dokumenta.
Pranvera ka sjell një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve në Libohov. Vizitorët fillimisht eksplorojnë qytetin dhe më pas zgjedhin të qëndrojnë në zonat rurale. Fluksi i turistëve ka rritur pritshmëritë për këtë sezon, duke kthyer Libohovën në një destinacion gjithnjë më të preferuar. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i vizitorëve është rritur me 5%. Pranvera ka sjell një rritje të numrit të turistëve në Libohov dhe zonat e saj rurale, sipas specialistit të turizmit në këtë bashki Arian Çano. Përveç turizmit ditor janë shtuar edhe prenotimet për muajt në vijim në njësitë akomoduese që kjo bashki ofron. Pritshmëritë sigurisht janë më të mira se vitin e kaluar, sigurisht pjesa e turizmit po vjen edhe po rritet nga dita në ditë. Në bujtinat përreth, hotelerit, kemi interes dhe ka data të zëna prej turistëve kryesisht të huaj, se vendasit nuk parapronotojnë, vinë direkt edhe i gjejnë akomodimet në vend. Këtë vit pritshmëritë për turizmin janë shumë më të larta, duke marrë parasysh fluksin në rritje të vizitorëve që kanë zgjedhur Libohovën si destinacion. Shumë prej tyre nuk ndalen vetëm në qytet, por preferojnë të kalojnë më shumë kohë në zonat rurale, ku gjejnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Tendenca e shtuar e prenotimeve tregon se Libohova po fiton gjithnjë më shumë vëmendje si një destinacion i preferuar për turistët vendas dhe të huaj. Ta bëjnë vizita në qytet, duke qenë se qyteti ka një pjesë të mirë të atraksione turistike, por me sa po shohim zgjedhin më shumë fshatrat se sa qytetet. Janë më të interesuar për zonat malore, për jetesën në fshat, bujtinat aty, ushqimin që është bio. Ata vizitorë që vinë këtu i vizitojnë të gjitha atraksionet turistike, duke qenë te Qe e Melanit, duke qenë Kisha e Labovës së Kryqit, i kanë emër dhe njihen kudo. Sigurisht edhe rapi shumë shekullor që të lë një kënaqësi të madhe kur e shef. Nëse krahasojmë këtë periudhë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, vihet re një rritje prej 5% e numrit të vizitorëve, me ofertën e saj të pasur turistike që përfshin natyrën, historinë dhe gastronominë tradicionale. Libohova po kthehet në një nga destinacionet më të kërkuar në jug të vendit, duke ndikuar kështu edhe në zhvillimin ekonomik të zonës. Shkollat e Konispolit janë pajisur me laborator smart si pjesë integrale të mësimdhënies për nxënës të arsimit fillor. Ky laborator i teknologjisë digjitale, ashtu si dhe ai i biokimisë dhe i gjuhëve të huaja në shkollën e Konispolit, e kanë bërë procesin e të mësuarit më të kënaqshëm dhe më bashkëkohor. Nxënësit e klasave të para në shkollat e Konispolit, ashtu siç mësojnë një nga një shkronjat e alfabetit nga libri Dashuria Betares, mësojnë të hyjnë edhe në botën digjitale. Ata tregojnë se dinë të hapin e kodojnë laptopin e tyre dhe ta bëjnë atë ndihmës të parë të përvetësimit të kurikulës shkollore. Mësuesja Salo Sadushi thotë se ky laborator ndihmon shumë për mësimdhënie efektive, jo vetëm në lëndën e teknologjisë së informacionit, por edhe në kurikula të tjera mësimore. Për një mbarvajtje dhe përmjeturi shumë të suksesshme të mësimdhënies jo vetëm në landën e shqiput që kemi filluar në klasën e parë me kodimin e fëmijët e vegjël, por në të gjitha lëndët e tjera duke i përdorur ato në projekte të ndryshme kurikulare. Falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për këtë investim madhështor që ka bërë në shkollën. Ky laborator i teknologjisë digjitale ashtu si edhe ai i biokimisë dhe gjuhëve të huaja në shkollën e Konispolit e kanë bërë procesin e të mësuarit më të kënaqshëm e më bashkëkohor. Janë funksionale edhe në gjuhë të huaja, dhe në smart labin, dhe në biologji kimisë, e kanë bërë mësimin më të kënaqshëm, orën e mësimit më bashkëkohore dhe nxënësit marrin vetë pjesë në orën e mësimit bashkëpunim me mësuesin. Pra e quajnë si një orë loje për të mësuar sa më mirë. Nxënësit e shkollës së Konispolit prej gati 2 vitesh përdorin laboratorin smart për të zhvilluar aftësitë e tyre në lexim, shkrim dhe matematik përmes zbatimit praktik të teknologjisë. Investimet në rehabilitimin dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore janë në fokus të projekteve kryesore që Bashkia Libohov ka për vitin 2025. Me fonde nga buxheti i saj, por edhe projekte të përfituara nga qeveria qendrore, në këtë bashki ka nisur puna për sistemimin e disa akseve të brendshme rrugore, pa lënë mënjan edhe ato rurale. Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Libohovës ka kryer ndërhyrje mirëmbajtëse në disa zona rurale me qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe jetesës së komunitetit.
Gjatë kësaj periudhe është punuar për shtrimin e rrugëve pjesërisht me çakëll, duke krijuar kështu kushte më të mira për lëvizjen e banorëve dhe mjeteve. Sipas përgjegjësit të ndërmarrjes së shërbimeve publike Afrim Çomo, bashkia është në pritje të materialeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pasi ka planifikuar disa projekte për shtrimin e këtyre rrugëve me beton. Kemi ndërhyrë në disa fshatra, si në Stegopull, si në Su dhe në Labov të Sipërme, me shtrimin e rrugëve mundësisht pjesërisht i kemi bërë me çakëll, se jemi në pritje të materialeve të na vinë nga Fondi i Zhvillimit. I kemi planizuar disa projekte për t'i bërë me beton këto rrugë dhe jemi në pritje për të marrë këto materiale dhe do fitojmë së shpejti që t'i mbytim dhe këto. Kemi ndërtuar disa mure mbajtës të rrugëve në qytet, në fshatra, si në Pravisht, Labove Sipërme, dhe po vazhdojmë aktualisht në lagjen Qaushat me një mur mbajtës të rrugë për të zgjeruar atë rrugë. Gjatë këtyre ditëve ndërhyrje ka patur edhe në infrastrukturën rrugore të disa lagjeve të brendshme të qytetit, ku ka patur problematika. Janë disa lagje që janë të pa ngacmuara nga infrastruktura, nuk është bën asgjë deri sot. Jemi me këto projektet e reja për t'i bënë, si lagjen e Qevajve, lagjen të Qefush, dhe këtu në lagjen Qaushat do ndërhim tani së shpejti për t'i bënë me beton këto lagje. Përveç shtrimit të rrugëve, kjo ndërmarrje ka ndërtuar edhe disa mure mbajtës për të siguruar stabilitetin e rrugëve dhe për të shmangur probleme të mundshme nga rreshjet apo erozioni. Tradita e qëndisjes dhe punimit të veshjes tradicionale të zonës është mjaft e kërkuar vitet e fundit. Artizanët Gjirokastrit po punojnë që këto vlera dhe tradita t'i trashëgojnë edhe tek brezi i ri. Punimi artizanal në qëndisje është tradita më e veçantë e shqiptarëve që i ka rezistuar çdo kohë dhe po trashëgohet brez pas brezi. Eli Zhulati, një prej artizaneve në qytetin e Gjirokastrës, tregon se prej 2 vitesh është ngritur rrethi i qëndisjes pranë qendrës kulturore, ku fëmijë të grup moshave të ndryshme mësojnë teknikat e qëndisjes. U bë gati 2 vit që pranë qendrës kulturore të fëmijëve është ngritur rrethi i qëndisjes. Në fakt synimi është e qëndisja tradicionale, po atje mësohen hapat e parë, do të thënë si mbahet gjilpëra, disa teknika të lehta të punimit që të harim të implementojmë edhe teknikën e punimit të kostumit tradicional. Nuk mund të them që nuk ka interes dhe nuk ka qasje, po më shumë duhet të ketë. Më shumë duhet të ketë. Se më tepër interes, më tepër pjesëmarrje. Se vërtet mund të jesh një mjeke e suksesshme, por nëse di të bësh edhe këtë, e ke si të thuash një shtesë në CV-n tënde. Në ditët e sotme, kjo traditë jo vetëm që nuk ka humbur, por ajo është pasuruar edhe më tepër. Artizan të shumë të qytetit të Gurë të mundohen të ruajnë vlerat dhe traditën e qëndisjes, kryesisht e kostumet tradicionale, të cilët janë më të preferuarit vitet e fundit. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndahemi së bashku dhe miru takofshim.